që dëni më shumë bës folni ose i keni pazare tjera. Si dëmtohet interesi Kosovës kur nuk pajtohen. Pazare ka LDK-ja pazare. Edhe NOA është e lidhën direkt e kemi punë një kompani cila nuk e ka asnjë punëtor në Kosovë dhe qarkullon miliona dollar të Rujse për del NOA lidhë me mëna familje të rëndësishme në PDK. Se kema problema. Ju jeni për shtet. Do gazetarë që ulitëshin të sane i thirshin dhe familje të rëndësishme të PDK. Por në thuje, kur do që është, se kema problema. Apo që dëni më shumë bës folni ose i keni pazare tjera. Si dëmtohet interesi Kosovës kur nuk pajtohen. Pazare ka LDK-ja pazare. Del gruj e bashkëshortja e Lumira Abdigjiku del me kompani për tregtim të energjisë, del Lutfi Aziri i lidhun me kompani lidhje familjare me kompani për tregtim të energjisë, del Doar Sakica, bashkëshorti Doar Sakicës me kompani për tregtim të energjisë, edhe kjo na akuzon ne. Veç atë ilustri e keni. Cilën kompani e kam unë? Cilën kompani e ka dikush? Shumica prej tyre kanë mohu këtë lidhje, po ta fjalën na kallzuar atë e ndonë në RBK. Veç lutna për lidhje me Vukamovicin. E kena pas mo djetë kjo historia që kemi dërgu edhe në Vjenë edhe në Ljubljan dosjen, zërëja s'ka pas qare pa e bojtim, në tash ka në konfirmim, që me të vërtet ka pas manipulim qmimit, me të vërtet është manipulu kufiri Kosovë Mali Zi, e që atë nëse ka o e ki edhe Vukamovicin, këto që ka më thut të Viktor, më falë, nëse e këshyrë, gjdo det, i shumicën e detve jeta, ka vjen rryma dy vene i ki, Bosnën edhe Greqi, nuk ka tjetër, fizikisht nuk ka energji elektrike që mundet me napru as Macedonia, as Shqipnia, as vene tjera. Çka e keni boju perden me Alpexin që sini të e përdor se kiti ndushku kontrata bilaterale, edhe që kitë si po e mbulon ka gjamirë këtë punë, edhe ju për mshel një sy se për ju konvenën, me Noan, e që e hëngër me këtë punë akuzën e mund fakt, edhe Nagib Krasniqi, ka qenë perde e Vukamovicit edhe ketë mafisë energjetike mbrapa, se NOA nuk ka mundësi me pru energji se s'ka përëdhim. Të LDK-s i din sakt, dhe me thonë, lidhet tregtare të individëve të ndryshëm, se i kanë kompanit dhe përshije, dhe me thonë që i din sakt për ndryshe për çështjen e NOA-s e për kapacitetet ndërkufitare, vetë vendosja e qeveria Kosovës i ka inicu ato hetime, edhe në Parlament Kosovës, i ka inicu, edhe normal që është shumë interesume mu zbartë komplet kush qëndrën dhe si qëndrën prapa asaj punë. Të konfirmume, se sa për juve i nakone dhe qëta shtu pagu 1.000 euro megavatin, e këshim pagu. 800 euro ka shku megavatin. Normal që ka shku 800 euro.